Përshëndetje miqtë e Pasion Kuzhine, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do përgatisim së bashku një nga ato ëmbëlsirat që të mbushin shtëpinë me aromë të mirë. Është krostat me reçel lule shtrydhe, një recetë shumë e thjeshtë me brumë të përgatitur me vaj ulliri dhe jo gjalp dhe një dekorim të bukur. Le të fillojmë nga puna. Përgatisim brumin duke shtuar në një tas 2 vezë, një bustin vanilje. Shtojmë një filxhan të kafes me sheqer, po i njëjti filxhan edhe me vaj ulliri. Masat i keni dhe në gramatura, por edhe në masa kuzhine, po ja u them me gojë. Pak nga pak fillojmë të shtojmë diku te 300 gram me miell. I shtojmë më pak se një lugë çaj sodë buke, gjysma e lugës së çajit, një të kapur të gishtave me krip dhe vazhdojmë përzierjen. Duke e shtuar miellin gradualisht. Largojmë pirunin dhe vazhdojmë përzierjen e brumit me dorë. Më pëlqen të gatoj më shumë me vaj ulliri se sa me gjalp. Do thoni ju që krostatat bëhen më të mira me gjalp. Sigurisht që kanë shije, por duke menduar që vaj ullirit është më i shëndetshëm, unë preferoj të gatuaj me vaj ulliri. I shtuam pak miell. Janë vezët ato që e mbajnë shumë të butë krostatën, ndërsa vaj ullirit i jep atë shijen pak kërce. E ngjeshim brumin në suprin, derisa të formohet një brum i butë i njëjtë, mos jetë i ngjitshëm në duar. Është një recetë që nuk të merr kohë fare, për gati 15-20 minuta ne e përgatisim. Si e shikoni, u formua një brum i butë dhe i njëjtë. E ndajmë brumin, 3/4 e brumit do e përdorim për bazën poshtë, ndërsa çerekun e brumit do ta përdorim për dekor. E hapi me dorë, nuk ka nevojë të përdorim fare rul. Kam lyer një tavë me vaj dhe e kam pudrosur me miell. Përshtatim brumin në të gjithë sipërfaqen e tavës duke krijuar edhe sponde anësor. I bëjmë disa brima që brumi mos të marrin frytje, thjesht të kulloj, por jo të fryhet shumë. Edhe pjesës anësore. Përgatisim edhe pjesën tjetër të brumit duke krijuar një dekor të thjeshtë me këto format e biskotave. Formojmë disa yje ose lule, edhe pjesët e ngelura të brumit i hapim sërish dhe formojmë lule të tjera. Këtu kam reçel lule shtrydheje. E kam kaluar dhe në frulator që të jetë i njëjtë. Këtë petën anësore do ta palosim që mos na dalin reçeli. E kam mbushur me reçel, ndaj mendova t'ja palosja petën anësore. E zbukuroj me copra çokolade. Copra çokolade i shtojmë edhe këtyre luleve. I shpërndajmë lulet në të gjithë sipërfaqen e krostatës dhe direkt në furrë diku te 30 minuta në 180 gradë. Ja dhe krostata e pjekur. Shikoni sa bukur duket reçeli dhe sa e artë është bërë pjesa e brumit. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe ta provoni edhe ju në shtëpitë tuaja. Faleminderit.